po ju jap një urdhën të ri, dune njani tjetrin. Kjo se keni me dash njani tjetrin, të tanë kanë ju një se jeni nxënës të mi. Kjo është ligji i Krishtit, që te kalon ato kufizimet konkrete të armiqësive, të dashakëtsive, që te kalon të tanë ato inadet përçarse. Zgjidhja e vetme është dashnia. Në kjo se ti do në më njoftë se i përket Krishtit, duhet pa tjetër me dasht. Nuk ka dashni pa Krisht, e nuk ka Krisht pa forcë dashnije. Dune njani tjetrin, është urdhën i ri, që na ban me ken njerëz të ri, na ban me ken njerëz të fort, na ban me ken te i kalusa, fitusa mi të keqen, edhe na ban për me mujt çdo gjatë që sjell për çamin, e çdo gjatë që sjell ndamin e të keqes. Dune njani tjetrin. Le ta kujtojmë këtë gjë përballë fatkeqësive të këqijave që na ndodhin për çdo ditë, edhe përballë padrejtësive sidomos.